Përshëndetje, mi se vini flasim ma për në Durrës Lajm, qyteti ynë i mrekullueshëm, është i pasur edhe me kapacitet njerëzor të jashtëzakonshëm, me të rinj dhe të reja të cilët janë kushtuar të gjithë jetën e tyre dhe veprimtarinë e tyre qytetit dhe komunitetit tonë. I ftuar i sotëm është zoti Geri Emiri, një djalë i ri, por që bën shumë gjëra për komunitetin e Durrësit, të Shqipërisë dhe më tej, sepse zoti Geri Emiri është një gazetar i vlerësuar nga Bashkimi Evropian, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, për punën profesionale investigative që bën në gazetari, me çështje të trashëgimisë kulturore për qytetin, edhe çështje të tjera me ndjesi të lartë. Faleminderit që jeni flasim hapur, Geri. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi. Geri, ju njeh gjithë Durrësi, ju njeh sepse jeni shumë aktiv. Jeni drejtues i medias Amfora.al. Jeni i vlerësuar nga Bashkimi Evropian, keni marrë çmimin e parë për gazetarinë investigative. Jeni pjesë e programit Departamentit Amerikan të Shtetit për gazetari. Dhe gjithmonë jeni aktiv dhe ndjekës gjërave që ndodhin në qytet. Problematikave, po dhe gjërave të bukura, dhe mirë gjitha si të ruajmë trashëgiminë kulturore, arkeologjike, historike që ka qyteti ynë. Shumë aktiv. Po çfarë ke studiuar? Më thon diçka, të lutem, jemi kurioztar, edhe ata që ju njohin duan të dinë diçka më shumë për ju. Si nisi ky pasion? Durrësi i ka të gjitha rrethanat dhe kushtet pra të ngjisë në drejtimin e njohjes së trashëgimisë kulturore dhe më pas rënies në dashuri me gjithë këtë proces ku ti ke mundësinë që të njohësh gjurmët pra të origjinës son që nga periudha të paktën e lire dhe në vijim, periudha parahistorike dhe po ashtu gjitha shtresat cilat mbi vendosen, pra gjithë ato civilizime që ruhen ashtu siç është ADN-ja e kombit shqiptar nën këmbët tona në qytetin e Durrësit dhe kjo përbën një pjesë shumë të rëndësishme. Pra unë jam rritur dhe patjetër lindur në qytetin e Durrësit dhe përgjatë gjithë rrugtimit tim kam qenë pranë trashëgimisë kulturore, ka qenë kontakti që gjithmonë ishte i pranishëm, monumentet në qytet dhe aktivitetet e ndryshme. Dhe më pas pata fatin e mirë që përmes profesionit që unë zgjodha, studimeve për gazetari dhe komunikim në Universitetin e Tiranës, qoftë në ciklin bachelor dhe më pas në ciklin e master shkencor, po në fushën e komunikimit, krijuan të gjitha kushtet e përshtatshme, jo vetëm për ta lëvruar gazetarinë, por për të fokusuar tek pjesa e trashëgimisë kulturore dhe për të ofruar një zë ndryshe në qytetin e Durrësit, ku her pas here trashëgimia kulturore jo vetëm përbën potencial, por përballet edhe me sfida të ndryshme. Sfida në këto 34 vitet fundit kanë qenë të mëdha. Si nisi ideja, keni studiuar për gazetari, pra është ëndra e çdo studenti për gazetari që të filloj të shërbej komunitetit dhe të ndjek të vërtetën, veritas, pra për ta përcjell atë tek komuniteti për informacionin edhe shqetësimin t'ia bëj publike dhe për gjetur zgjidhje sigurisht. Ndërroje të punojmë në një gazetë madhe, televizion ndërkombëtar, apo doje median tënde siç e ke tani? Cilat ishin aspiratat? Brezat e ri, në fakt, dhe brezat që vijuan në Departamentin e Gazetarisë përfshirë dhe atërtimin, patën fatin që të përballeshin me mundësitë e medias në internet, pra medias online. Ishte një dritare e re komunikimi, ku nuk kishe më nevojë që nga mbrapa të ishte një televizion i madh me qindra punonjës, me shumë pajisje, një gazetë shtypur apo një radio, dhe kjo krijoi hapësirë për ne që të nisnim me ato që përbënin interes publik sipas këndvështrimit tonë absolutisht. Dhe kjo na dha mundësinë që jo vetëm ta fillonim profesionin, por të shkonim tek hapi i fundit, duke qenë në hapat tonë të parë, sepse unë herët pata mundësinë që të nisja me gazetarinë investigative, me çështjet që kishin bënin me abuzimin me pushtetin, kryesisht në nivel lokal, fillimisht kanë qenë në qytetin e Durrësit, sa i përket mjedisit, trashëgimisë kulturore, dhe më pas vijoi zgjerimi. Sfida jone e parë e madhe
kur krijuam fakt dhe medianfora.al, ishte një blog, ishte një media ku unë publikoja vetë, pra isha një person që punoja në mënyrë vullnetare gjatë studimeve të mia për gazetari dhe komunikim, dhe vetë formatimi i faqes, vetë sistemimi, vendosja kritereve, ishte një proces në bashkëpunim me profesorët e Departamentit Gazetarisë të Universitetit të Tiranës, sepse pikërisht në ato banka filloi ideja për ta zhvilluar, filloi marrja e sugjerimeve të para derisa u formsua dhe vetë blogu, që hap pas hapi filloi të transformohej drejt një media më të konsoliduar në internet. Por nuk ka munguar dhe mbështetja ndërkombëtare dhe e shumë aktorëve të Bashkimit Evropian. Pra keni qenë në vëmendjen e tyre, sepse keni patur disa vlerësime nga njësi gazetarisë apo të njësive tjera nga Bashkimi Evropian, siç ishte çmimi i parë që ju keni marrë si Anfora.al, keni marrë për gazetarinë investigative me sa kujtoj është për parkun e Butrintit, apo jo? E vërtet, në fakt, në këtë rrugtim tonin ne kemi pasur disa gur kilometrik që kanë shënjuar punën dhe dedikimin ton ndaj interesit publik. Her pas here këto çmime dhe vlerësime të cilat vijnë kryesisht nga përfaqësitë e Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuara apo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shërbejnë si disa, më shumë se sa vetë vlerësimi profesional, janë disa doza oksigjeni që injektohen në këtë gazetarinë investigative dhe që synon të jetë e pavarur në Shqipëri, sepse mjedisi her pas here përballet me aktorë dhe me sfidat nga më të ndryshmet, por për ne këto shërbejnë edhe për të qenë një motiv akoma më i madh për të shërbyer me devotshmëri interesit ton publik. Shoh pinin në xhaketën tuaj, Geri, që është Departamenti Amerikan Shtetit. Na flas diçka për përvojën, ju lutem. Unë kam pasur kënaqësi që të marr pjesë në një nga programet e Departamentit Amerikan të Shtetit me ftesën e tyre që i dedikoi pikërisht gazetarisë investigative, ku ne u njohëm me kulturën amerikane, me mënyrën se si organizohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mënyrën se si balancohen pushtetet, por dhe se cili është roli i gazetarisë, ku absolutisht mesazhi kryesor është jo vetëm shërbimi ndaj së vërtetës dhe raporti vetëm me të pa kompromis, por dhe ruajtja e balancimit, e neutralitetit, duke marrë pjesë në procese, por duke mos u bërë palë, pra si një rol i një watchdogu, si një faktor i cili gjithmonë shikon, është aty për mbikëqyrur, nëse gjërat shkojnë keq dhe për të raportuar çdo herë që themelet e demokracisë cënohen. Absolutisht ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, sepse ne vizituam Washington DC dhe disa shtete të tjera në vijim në SBA dhe aty mësuam fakt qasje të ndryshme, duke nisur nga katedrat universitare deri tek mediat e ndryshme, profesorë dhe studiues të cilët punojnë çdo ditë pikërisht për përhapjen e vlerave të demokracisë. A ju thanë në Washington DC që media është pushteti 4, apo ju e qasën si një funksion në shërbim të 3 pushteteve tjera apo të komunitetit në tërësi? Po të ngasmoj. Gjithmonë qasja, ti njeh shumë mirë që qasja në SBA nuk është për të thënë gjëra gjithmonë troç, pra ti bësh pjesë e proceseve, i ndjen, reflekton dhe i kupton ato. Ndonjëherë në Shqipëri mësohemi që ti kemi më të qarta dhe të servira në pjatë për të qenë më të, si thua, drejt për drejt në mesazhe, por absolutisht që ne kuptuam mënyrën se si organizohen pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pam se cili aktor mediatik, qoftë një shoqat, për shembull shoqata e reporterëve në shtëpinë e bardhë, apo qoftë një revistë në një tjetër kryeqytet të rëndësishëm, apo një media investigative raporton, apo dikur siç ishte Zëri i Amerikës, ku ne shikonin pak mënyrën se si ata funksiononin. Pra realisht ata mund të udhtonin me presidentin amerikan dhe mund të bënin pyetje, mund të ishin duke ndjekur një ngjarje të rëndësishme, por vetë agjencia kujdesej që të kishte pavarësinë e vet, reporterit të paguajë bileta, çdo gjë të kishte neutralitetin e vet, duke filluar që nga implikimet financiare deri tek ato etike. Pra bëjnë një punë e stërmadhe që gazetarëve t'i ruajë pavarësia dhe integriteti, duke mos krijuar në asnjë lloj momenti një raport të ngushtë me pushtetin. Dhe patjetër që gazetaria vijon të mbetet një prej shtyllave, pra gazetaria e pavarur, një prej themeleve pra dhe shtyllave të demokracisë amerikane. Dhe kthehemi në Shqipërinë tonë të dashur. Cilat janë sfidat e gazetarisë në Shqipëri? A është
tërësisht, cili është indeksi, pra, sepse jeni gazetar edhe keni një pozicion caktuar, por si pas indekseve evropiane apo ndërkombëtare mbi lirinë e shtypit i Shqipëri, pra ti referohemi atyre, jo nga fjalët e tua, por prej tyre. Kur e nditet Shqipëria mbi lirinë e medias? Kryesisht është dhe indeksi që publikon vit pas viti reporterët pa kufina për organizata tjera për lirinë e medias, dhe ne shohim që ai i cili i zhbalancon si faktor pra të gjithë treguesit është kryesisht aktori i politikës. Pra shpeshherë vendimet që qeveria merr, mënyra se si i qaset medias. Dhe për shembull kemi pasur një rënje dhe një zhbalancim të ndjeshëm kur bëi fjalë për paketën antishpifje të qeverisë shqiptare. Pra ne dukshëm ram në renditje aty. Por duhet kuptojmë edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Kryesisht këto indekse i referohen matjeve që ka natyrë, unë do thoja, sasiore se sa cilësore. Që do thotë, nëse qeveria ndërmerr një fushat, nëse ka incidente të rënda, ato ndikojnë menjëherë në lëvizjen e këtij indeksi të përvitshëm. Dhe herë ne jemi më mirë, herë ne jemi më poshtë. Por duhet të them një gjë që është shumë e rëndësishme, që jo çdo gjë që ndodh në terren, që prek në mënyrë të drejtë për drejtë reporterët, gazetarët, redaktorët dhe më tej vetë pronarët e mediave, bëhet publike dhe përfshirë në këto indekse. Prandaj unë mendoj që situata në vetvete, nëse do flisnim nga ana cilësore, pra dhe ajo sasiore, absolutisht që lë shumë për dëshiruar, sepse media dhe gazetarët përballen me, unë do thoya tashmë me një autocensur, nuk është më një censur, pra nuk ka më nevojë që dikush të imponohet. Pajton plotësisht, është autocensur. Pra gazetari fillon dhe parashikon pasojat në qoftë se bën një lajm, pra shpreh të vërtetën. Pa ja thënë as kryeredaktori, as pronari i medias, apo t'i bjerë telefoni, fillon dhe autocensurohet sepse i di pasojat që mund të ndjekin. Kjo është e vërtetë në fakt që ne jemi, vetë shoqëria jonë dhe sidomos sektori që ka të bëjë me politikën, pra është një trekëndësh midis biznesit madh, pra krimit organizuar dhe politikës, të cilët kanë vendosur median brenda në qendër të këtij trekëndshi, dhe është e vështirë her pas here për gazetarët, për reporterët. Flas në tërësi, absolutisht ka media në këtë grup të vogël bën pjesë ne që pavarësia sigurohet sepse duke qenë media jo fitimprurse dhe puna me donatorë të huaj, pra Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spedëria e Bashkuar, e krijon mundësi që ne të raportojmë, por nuk do të thoja që ky është realiteti, pra ne nuk reflektojmë shumicën e skenës mediatike shqiptare. Absolutisht që mazhoranca mbetet në këtë lloj situate, pra ku është vënë tek cepi nga këta aktorë të cilët çdo ditë punojnë për ta minuar dhe për ta shtyrë median drejt vetë censurës, dhe është kthyer puna e gazetarisë sot në një përcjellës jo më të lajmit në vetvete, por të deklaratës së zyrës së shtypit të një ministrie caktuar apo të qeverisë, pra her pas here, apo qoftë në nivele lokale, bashki dhe kështu me radhë, gazetarët her pas here nuk janë më asgjë më shumë se sa vetëm një zgjatim i zyrave të marrëdhënies me publikun, jo sepse janë të paaft, jo sepse kanë mungesë kualifikimi, jo sepse ne nuk kemi gazetarë cilësor. Unë mendoj që gazetarët shqiptarë dhe një pjesë e mediave në Shqipëri janë shumë të guximshme, krahasuar edhe me rajonin, nëse dëshirojmë, dhe kam parasysh rajonin vendet e Ballkanit Perëndimor, 6 vende, po flas jo më për Evropën apo për vende tjera, sepse kudo ka shqetësime lidhur me lirinë e medias. Pra edhe nëse do flisim për vende të zhvilluara të Bashkimit Evropian, vriten gazetar, ka probleme që ne fatmirësisht nuk na ndodhin, pra që janë të paimagjinueshme për ne, pra shkojnë deri tek eliminimi fizik, që shumë e rëndë, flasim në zemrat të demokracisë evropiane. Prandaj, por në Shqipëri është kthyer në një lloj institucionalizimi, kontrolli dhe tentativa për ta penguar median. Është në një formë të instrumentalizuar, burimet financiare janë gjithmonë shumë të pakta, pra nuk ka sot një media që nga modeli ekonomik absolutisht, pra mund të ketë me gishtat e dorës po t'i numërojmë, po janë media cilat nuk janë në vetvete transmetues të mëdhenj, siç mund të jenë televizionet kombëtare apo media të ngjashme, dhe pjesa më e madhe e tyre janë patjetër zgjatimi i një aktiviteti tjetër tregtar që i mban gjallë ato. Sepse edhe vetë qeveria nuk e ka qasjen për të qenë pranë. Nëse do flisim për media lokale,
se zakonisht ne kemi parasysh median që është brenda unazës kryeqytetin, por kemi media lokale që është shumë e rëndësishme. Absolutisht, është një mision shumë i vështirë. Pra ne kemi zëra shumë të rëndësishëm, siç është në rasti konkret. Pra ne kemi kënaqësinë dhe fatin e mirë që të flasim nga kjo tryezë e medias Durrës Lajm. Por këto shembuj ku ka një kancelari cilësore të përditshme, e cila shërben për të informuar qytetarët në kohë reale janë shumë të paktë sot. Nëse ne do bëjmë një skanim nga veriu në jug, televizionet lokale përballen me sfida shumë të thella. Nga ana tjetër, media online përballet me shumë vështirësi për të mbijetuar, ka mungesë profesionalizmi, ka mungesë stafesh, dhe nuk vjen kjo kryesisht si pasojë e faktit që ne nuk kemi burime njerëzore. Unë mendoj që shoqëria shqiptare e dashuron lajmin, e pranon gazetarinë, është shumë e lidhur me të dhe jeton pra me informacion në shoqëri që dëshiron të jetë e përditësuar, pavarësisht vendit dhe zonës gjeografike ku një shtetas shqiptar jeton. Por nga ana tjetër janë pikërisht format e financimit të medias, cilat janë të shtrembura dhe jo vetëm kaq, por shteti nuk luan një rol balancues apo ndihmues. Pra ne kemi raste ku financimi shërben zakonisht në formën një blerje të heshtjes, dhe ky është problemi i madh, sepse diskrediton vetë media në sy të opinionit publik, dhe nuk kemi përballë faktit që taksapaguesit ka një buxhet të caktuar, një pjesë do të shkojë për mbështetjen e transmetuesit publik, një pjesë mund të shkojë për qoftë një farë subvencionimi, sidomos për televizionet lokale. Janë tarifa të jashtëzakonshme që duhen paguar nga një media lokale për të qenë pjesë e platformave të digitalizimit, të transmetimit, dhe infrastruktura është shumë e vështirë. Pra duhet kuptojmë që është të gjitha faktet dhe elementet në këtë mjedis punojnë kundër frymës së një medie të pavarur. Me pajtohen plotësisht, Geri, por do të shtoja dy element, edhe për të dhënë pak një gjurim politik edhe bisedës sonë. Nuk e prestën nga ana jote, mos e bëj, po mund ta bëj unë. Pra, aspekti pse ka marrë këtë lloj rëndësie kaq të madhe dhe influencuese media, nëse realisht është pushteti i katërt, dhe madje është herë ka përcen dhe pushtetet e tjera, pse në momentin që ka arritur tashmë të kornizojë, pra framing, kornizojë opinionin, mendimin e opinionit publik, që do të thotë ky bëhet kryeminist, ky nuk bëhet, ky rrëzohet, ky nuk rrëzohet, pra fillon dhe drejton, është një mjet i jashtëzakonshëm politik për të vendosur dikën politik apo për të rënuar dikë politikisht. Dhe aspekti tjetër, se më vjen shumë mirë që përmende Durrës Lajm apo në tërësi media lokale, sekreti i Bill Clintonit, po filloi ke eleksionet tash, pra sekreti i Bill Clintonit ku erdhi në 92-shin si kandidat për president të Amerikës, sagjia e tij ishte media lokale. Sepse shumë më pranë komunitetit, kështu që edhe politikisht i shërben cilësdo anë politike e shtetit apo partia politike, i shërben edhe për ta vetë, i shërben media lokale, sepse është më shumë pranë komuniteteve dhe sigurisht që sjell edhe propozime, diskutime të fryqshme dhe të mira në fakt për hir të komunitetit lokal. Ndaj pajtohem tërësisht që duhet mbështetur media lokale dhe për nga rëndësia ka rëndësi shumë të madhe. Por dohet bëj një pyetje që realisht e mendoj dhe nuk po gjej akoma të përgjigjen, edhe uroj të më japësh ti, Geri. Luftë në Ukrainë, 3 vite e gjysmë. Konflikte në Gaza, probleme kudo që ka bota. Nuk kemi parë gazetar shqiptar. Gazetar lufte, për shembull, që njihen kudo në botë. Të ne i flasim për profesionalizëm gazetari dhe ne çfarë i biem shkurt dhe marrim lajme nga CNN, BBC apo Al Jazeera apo ku ta diun? Ku është gazetaria mirëfillt e terrenit pra? Ke menduar këtë? Absolutisht që po, fillimisht duhet kuptojmë pak dhe tregun. Pra, Shqipëria në vetvete është një treg i mbi ngopur me media. Nëse do shikonim raportin e popullsisë krahasuar me numrin e mediave televizive, gazetave, radiove dhe mediave në internet, është tërësisht e zhbalancuar. Pra ne realisht nuk kemi kapacitet nga ana audiencës për të pasur kaq media. Por nga ana tjetër,
dhe mediat të cilat synojnë të jenë media të konsoliduara, kryesisht televizionet e mëdha që kanë dhe paketa buxhetore të dedikuara, janë ato që eksaktësisht nuk e diversifikojnë përmbajtjen e tyre. Pra, ne kemi pasur raste të gazetarëve kurajos të cilët kanë shkuar për shembull në Amerikën Latine, kanë shkuar qoftë në zona si Siria për konflikte të saktuara, por kryesisht ka qenë vullneti i gazetarëve të cilët e kanë shtyrë përpara median e tyre për shkuar atje. Por çështja është këtu, në rast se kolegët e nderuar, pra, siç është të shembulli konkret, zgjedhin që të bëjnë një hap pas nga gazetaria, kush do ta zëvendësojë sepse tradita është shumë e rëndësishme. Pra ne duhet krijojmë një traditë të konsoliduar dhe jo vetëm kaq. Por Shqipëria është në një rajon i cili është shumë delikat. Pra ne kemi pasur ngjarje të trishta siç ka qenë konflikti apo e njohur ndryshe si lufta e Kosovës, pra në vitin 1999, gjetej konflikti armatosur që solli shumë pasoja, ku lindi nevoja e medias së pavarur. Dhe nëse nuk do ishte absolutisht vetë gazetaria dhe media e shqiptarëve të Kosovës fillimisht, por patjetër dhe këtë kufirit e vendosur në zona të caktuara radiofonike, në malet të caktuara për të shpërndar pikërisht informacionin dhe për të ftuar më pas media ndërkombëtare dhe për të ftuar botën që të hapte syt ndaj asaj që po ndodhte, dhe absolutisht dhe komunitetin vetë, pra shtetasit e Serbisë, e gjithë do ishte e manipuluar sepse propaganda nga ana tjetër po luante një rol shumë të madh. Dhe absolutisht unë mendoj që shqetësimi është me vend. Ne kemi nevojë dhe për gazetar shqiptar dhe për media të cilat të stërvisin gazetar dhe reporter lufte, konfliktesh që realisht mund mos kenë mjaftueshëm si thua angazhim në këtë drejtim. Nuk mendojmë që do t'i lëmë atje siç janë misionet tona paqëruesese, por të paktën në një mënyrë ciklike, her pas here mund të shkojnë atje për të bërë disa raporte të thelluara. Kjo jo vetëm kaq, por dhe për të përfaqësuar interesin shqiptar, sepse ne jemi pjesë sot e Aleancës së NATO-s. Absolutisht. Kemi heronj të cilët kanë dhënë jetën gjatë këtyre operacioneve, janë heronj kombëtar. Shqiptarë të cilët janë bashkuar forcat e NATO-s dhe shërbejnë në vende konflikti. Dhe e përmendë Geri dhe faleminderit që përmendë është interesi kombëtar. Pra ti minimalisht gazetari shkon dhe ndjek e curin apo situatën e trupave shqiptare që shërbejnë për paqen kudo në botë. Sigurisht pastaj një qasje më të drejt për drejt për konfliktet që ndodhin, çfarë ndodh në Ukrainë, në Gaza apo tjetër kund. Pra, kjo duhet marrë parasysh dhe i shërben Shqipërisë, edhe Komiteti Shqiptar, kudo që janë. Absolutisht po, dhe jo vetëm kaq, por ne duhet kemi parasysh dhe faktin që her pas here dhe shoqëria jonë preket nga ngjarjet dhe konfliktet armatosura të huaja. Që do thotë, ne kemi për shembull rastin e krizës në Siri, pra shtetin islamik të ISIS, ku shumë persona nga Shqipëria fatkeqësisht pra duke u gënjur në emër të besimit islam, duke shkuar përtej asaj që ka lidhje me islamin në bazë, u radikalizuan. Freedom fighters duken që shkojnë nga Kosova dhe në Shqipëri, ka pasi numër caktuar. Po, dhe vetëm kaq, por kjo është një vallë që vijon të jetë. Nëse fundi kemi pasur raste pra në zonën e veriut të Shqipërisë ku u izoluan një rast ku pra ne pam dy persona të radikalizuar, pra që fillojnë dhe jo vetëm të besojnë, por përgatiten dhe bëhen gati për të qenë celula që mund të shkojnë të shërbejnë të ardhmen këtyre vendeve. Sepse ne nuk kemi një raportim cilësor i cili realisht sjell të vërtetën, pra çfarë ndodh në këto vende, ç'është ky luftë, ç'është ky konflikt që ndodh atje, duket sikur ne nuk na prek, por zonat caktuara siç është për shembull zona e Librazhit, ka pasur një numër jo shumë të ulët personave që janë bashkuar dhe jo vetëm janë bashkuar me këto konflikte të armatosura, por kanë shkuar atje familjarisht, duke marrë me vete gratë, bashkëshortet e tyre, duke marrë me vete fëmijët e tyre dhe duke krijuar kështu një problem shumë të madh, jo vetëm sa i përket atyre si individ, por dhe pjesës tjetër familjare, pra fëmijëve, bashkëshortes dhe kthimi këtyre më pas në Shqipëri ka nevojë për një punë shumë të madhe për integrimin e tyre në shoqëri. Por në një komunitet i cili shumë pak dëgjon për luftën, dhe lufta i duket sikur është gjithmonë e largët, dhe rënja e kësaj kulture, pra në fakt është e trisht, sidomos brezat e juaj, sidomos kanë qenë gjithmonë më vigjilent ndaj një konflikti të armatosur. Pra ne duhet të kuptojmë që përplasja është gjithmonë një hap larg, pra një rajon si Ballkani, që gjithmonë njihet si një fuqi baruti, apo në një situatë globale ku konfliktet po përshkallëzohen dita ditës, gjithmonë më shumë risku për të pasur situata krizash qoftë
konflikte ushtarake të armatosura, qoftë kriza humanitare, janë të shpeshta dhe ne e kemi ulur si shoqëri fatkeqësisht tërësisht vigjilencën tonë. Veprat e mbrojtjes, bunkerët, mënyra se si reagohen, forcat rezerviste, forcat e armatosura, e gjithë linja e mirëmbajtjes së mjeteve ushtarake u harrua me idenë që ne tashmë jemi pjesë e aleancës së NATO-s dhe nuk duhet bëjmë asgjë, por në fakt siç edhe presidenca e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka sjellë një mesazh të qartë, shumë serioz, i cili është i duhur. Pra, së pari ju duhet të jeni të kujdesshëm për territorin tuaj, për shtëpinë tuaj. Gjithmonë NATO është aty për të dhënë një dorë, për të ndihmuar, por duhet të kesh bazën, pra duhet të bësh një minimum tëndin si komb, që ti të jesh i mbrojtur jo për të bërë agresiv, jo për të shtyrë agresione përpara, por për të qenë në nivelin e dur që ti të mbrosh popullatën dhe burimet e tua në tërësi. Prandaj bëra gjithë këtë shpjegim për të kuptuar që pyetja është shumë vonë, ne duhet kemi reporterë të cilët shpjegojnë se çfarë ndodh me konfliktet në shkallë të gjerë, çfarë ndodh me krizat humanitare, por dhe çfarë ndodh me krimin organizuar shqiptar. Sepse ne jetojmë në qytetet tona, lëvizin çmimet e shitblerjes së pronave, lëvizin çmimet e shumë shërbimeve të tjera, nuk e kuptojmë pse, bie në një formë të pashpjegueshme, pra valuta e huaj, euro, poundi, dhe nuk i japim dot një shpjegim zyrtar të faktuar. Dhe nga ana tjetër shohim që shoqëria ka gjithmonë dhe më shumë një hendek që zjerohet midis atyre që janë të varfër dhe atyre që janë të pasur, pra oligarkia sa vjen dhe forcohet, dhe ne shikojmë që nuk ka një shpjegim nga gazetarët në një mënyrë të strukturuar, pra domethënë jo që nuk bëhet, absolutisht ne raportojmë për sa ndodh këtu, por ka nevojë edhe për më shumë punë jashtë kufive tanë, për të shkuar në Amerikën Latine, për kuptuar pak ku janë kushtet që këto grupe të struktura kriminale zhvillohen atje, si funksionojnë, si vinë më tej në Shqipëri, si përhapen në Europë, si prekemi ne. Pra, gjithmonë më shumë ka nevojë që në këtë fshatin e madh global, do ta quaja unë, sepse nuk është më një botë e madhe, është një fshat e madh global, ku mediat sociale, mediat në internet, dhe kjo absolutisht që shkon për krah dhe vetë teorive të studimit dhe të komunikimit, sidomos në masivizimin e medias, përhapjes së informacionit, lëvizjes së lirë të njerëzve, gjithmonë më shumë potenciali është i jashtëzakonshëm për të pasur shkëmbime, qoftë në fushat legale, por dhe në ato ilegale që krijojnë pasoja të thella sociale dhe që shoqëria, sidomos brezat e rinj, gjeneratat e reja, ka nevojë që t'i kuptojnë. Por kush më mirë se sa gazetarët profesionistë dhe mediat e pavarura dhe cilësore mund ta përcjellin këtë mesazh. Absolutisht. Ne kemi një shoqëri tashmë të re, e cila si bukuroshja e fjetur duke menduar që po ndërroj bukur, po aspiroj bukur dhe princi do më zgjoj dhe do jetoj e lumtur për gjithmonë, ndërkohë që jetojmë në ditë kaq të vështira dhe kaq të afërta me konflikt, sepse nuk jemi më të izoluar gjeografikisht. Pra, bëhet fjalë për konflikte të cilat realisht u doq Londra prej një bukpjeksi, vetëm nga minjtë të cilët morën flak dhe përhapën dhe u doq Londra në 1666, e jo më sot, që vetëm një konflikt i vogël mund të shpërndahet kudo. Por, sigurisht që nuk është detyra e gazetarisë apo gazetarëve për të ndalur konfliktin, po për të bërë njerëzit të kuptojnë se çfarë po ndodh dhe për të sensibilizuar dhe shtetet të kuptojnë problemin dhe të mobilizohen dhe të jenë vigjilent. Pajtohet, fjala vigjilencë është në prezin tim, Geri, kishte edhe më të rritur sigurisht, kishte një konotacion pra ala diktatorial dhe të regjimit. Por në vetvete fjala vigjilencë është jashtëzakonshme. Duhet të jemi vigjilent çdo ditë të jetës sonë, edhe të komunitetit tonë, edhe shteti ynë, edhe gjithë komunitetet botërore të jenë vigjilent, sepse ndodh vetëm qindën sekondit për diçka të shkoj keq, dhe po shkoj keq, të shkoj shumë keq për i kohë gjatë. Por ju vetë, Geri, çfarë sfidash keni në punën e përditshme? Çfarë është ajo gjëja që ju shqetëson më shumë për detyrën tuaj?
Sfidat tona janë përbashkëta edhe me ato të kolegëve të terrenit, por duhet të ndajmë një pjesë që është shumë e rëndësishme. Kryesisht ne tek mediainfora.al kemi mundësinë që të zhvillojmë dhe të kultivojmë gazetarinë cilësore, gazetarinë investigative dhe të thelluar, që ka pavarësinë editoriale sepse vetë ne financohemi nga donatorë të huaj, pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar. Dhe kjo është njëra pjesë e rëndësishme që krijon pavarësinë, por nga ana tjetër absolutisht ne bashkohemi me të gjitha mediat e tjera, qoftë në nivel lokal apo në nivel kombëtar, ku mungesa e një skeme financimi të qëndrueshme krijon shumë paqartësi, sfida për të ardhmen dhe absolutisht janë kushtet tona shoqërore, është kultura dhe klima e biznesit që nuk e ka për zakon pra të mbështes një media cilësore, sepse ne nuk kemi mësuar të paguajmë për informacionin dhe duhet fillojmë që pak nga pak ndoshta kjo mund të vijë nga bizneset e mëdha të cilat kanë mundësinë, pra kanë programe të caktuara për mbështetjen e shoqërisë civile, për mbështetjen e atyre shërbimeve që realisht kanë interes publik, për të filluar për ta përmirësuar këtë lloj klime. Dhe kjo është vetëm në pjesën financiare. Nga ana tjetër, ajo me cilën përballen kryesisht pra kolegët e televizionit për të ardhur pas tek ne dhe atyre të medias së përditshme, ku duhet nxjerrin lajmin, është kontrolli dhe orientimi i informacionit. Pra zyrat e marrëdhënieve me publikun sot janë bunkerizuar, janë çimentuar dhe është shumë e vështirë për një gazetar i cili ka edicionin informativ në orën 3 të drekës dhe do të dalë në punë në orën 9 që të presi të çojë një shkresë, një kërkesë për informacion, të marrë përgjigje nga autoriteti publik. Kjo është tërësisht e papërshtatshme dhe zëdhënësit e medias nuk kanë rolin e tyre që duhet kishin, pra nuk ofrojnë informacion koreale për median. Dhe ky është problem shumë i madh sepse është shputur filli i qasjes së drejt për drejt në burimet e para apo të dyta të informacionit. Nga ana tjetër, një nga sfidat është mbi ngarkesa me informacione që vijnë nga marrëdhëniet me publikun. Grupe WhatsApp-i pafund. Celulari një gazetari nuk pushon. Një grup WhatsApp nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, nga një ministri e caktuar, nga një bashki e caktuar, informacione pafund. Takime të cilat nuk kanë asnjë interes në vetvete sepse thjesht zyrtarët publik po bëjnë punën e tyre. Pra të thuash që një zyrtar publik bëri punën e tij nuk është asgjë. Sepse është njësoj që të raportosh. Ka bërë detyrën funksionale. Kryeministri i vendit shkoi në zyrë në orën 8. Po pastaj, pra kujt intereson kjo? Nëse kryeministri ka 6 muaj që nuk shkon në zyrë, patjetër që ky është lajm. Por lajm është në momentin që zyra e kryeministrisë ka marrë një vendim të rëndësishëm. Dhe ne kemi kaluar pikërisht në këtë divulgimin e informacionit, por në kuptimin e kundërt asaj që duhet të jetë. Jo në shpjegimin e informacionit në mënyrë sa më të qartë, por pikërisht në ndaljen në detaje të rëndomta. Ka rënë fokusin ndaj temave me interes larg publik. Kjo është një tjetër sfidë që kryeredaktorët, editorët shërbejnë si një filtr i cili orienton gazetarët dhe reporterët drejt lajmeve të parëndësishme. Aksidente, ngjarje të ndryshme. Pra ne nuk kemi raportime se si një numër i caktuar aksidente shndodh në shembull autostradën Tiranë-Durrës dhe për cilat arsye, po kemi raportime sa ndodh një aksident. Pra merremi vetëm me absolutisht. Është lojë emocionale. Pra, keqardhje nga ana jon, kurreshja njerëzore, çfarë aksidenti, sa u plagosën apo humbën jetën, ndërkohë arsyeja pse, sepse ishte një grop e madhe, apo një barrierë nuk funksionon dhe i kishte dalë, apo një kalimtar kaloi, apo një lop apo një dele, pra nuk merren me problemin, po merren me skupin e lajmit, edhe krijon luaj me emocione. Pra tipike kjo të luash me emocionet e lexuesit apo dëgjuesit. Shumë e vërtet në fakt, pra një fokus tek forma dhe jo tek përmbajtja dhe gjithmonë tentativa për një skup apo për një sensacion. Dhe kjo është pjesa e përgjithshme pra e gazetarisë dhe medias lokale, por nëse do flisnim për media të ngjashme si Amfora, pra që synojnë të kenë një fokus investigativ, absolutisht që përpjekjet dhe drejtësia është e dyfisht, sepse vetë autoritetet publike në tërësi nuk ofrojnë qasje të lehtësuar drejt informacioneve, që do të thotë, minimumi nuk respektojnë ligjin për drejtën e informimit. Pra, ku një gazetar, një media sill një kërkesë për informacion, referuar ligjit, ti duhet t'i përgjigjesh brenda fateve kohore dhe duhet t'i japësh informacione të cilat kërkohen. Jo të krijosh justifikim pas justifikimit dhe në fund gazetari ka kaluar 6 muaj apo 9 muaj për të marrë një dokument publik i cili duhet të jetë. Nuk vlen më, fundja nuk vlen. Eksaktësisht. Humb relevancën, dhe kjo është e qëllim. Absolutisht. Po, ne mendojmë që kjo është një skemë e qëllimt,
Dhe kjo vjen kur një media, një gazetar nuk kërcënohet më dot apo nuk arrihet synimi i pengimit përmes presionit në forma nga më të ndryshme, nga krimi organizuar, presioneve nga më të ndryshme, apo përmes tentativës për ta korruptuar një media apo një gazetar korrupsionit, kur të gjitha këto bien, aktorët që kanë kryesisht sfond nga politika, biznesi i madh apo krimi organizuar, përdorin institucionet publike për të censuruar apo deri dhe për të sulmuar median e pavarur dhe gazetarët, me qëllim që ata të mos arrijnë të publikojnë në kohë, të publikojnë në mënyrë të plotë dhe thelluar informacione që kanë interes të madh për komunitetin tonë, dhe është pikërisht ajo që konstatuohet me shumë të drejtë që synojnë të humbasin relevancën, rëndësinë e lajmit, pra që lajmi mos jetë më i freskët. Dhe një lajm i cili nuk është më i freskët, në shumicën e rasteve as nuk ka më interes. Absolutisht. Kështu që është një mjet që funksionon, fatkeqësisht funksionon. Zoti Miri, përpos gazetarisë, duhet ta theksoj një aspekt tjetër së veprimtarisë suaj. Jeni përfshirë mënyrë shumë aktive dhe shembullore për hir të vërtetës në jetën e rrohtaraktëve të Durrësit. Unë na thonë diçka, ju lutem. Në fakt unë kam fatin e mirë dhe jam krenar që bëj pjesë në një nga klubet e vetë Rotary International. Në Durrës ka një traditë shumë të mirë sa i përket klubeve rotariane të krijuara herët. Tashmë ne kemi fatin që kemi dy pole shumë të rëndësishme të Rotaryt, që është Rotary Club Durrës dhe E-Club në Durrës, ku të dyja klubet kontribuojnë në mënyrë të qëndrueshme dhe në mënyrë konstante për shërbimin në komunitet. Të dyja këto kanë shërbyer si modele shumë të mira për ne si të rinj që të zhvillohemi në mënyrë autonome në bashkëpunim me to dhe të japim kontributin ton. Rreth 2 vite më parë, u krijua për herë të parë në Durrës klubi i rotarakëve, janë të rinj të rotarian, pra nën moshën 30 vjeç kryesisht, të cilët vinë nga fushat të caktuara, profesionistë të rinj, një pjesë e tyre janë me studime, që shkojnë për te vetes. Pra nuk mbeten vetëm në faktin që janë duke kryer disa studime, apo kanë mbaruar studimet, apo kanë një profesion dhe po e ushtrojnë atë, por duan të shkojnë për te, duke shërbyer në komunitet, duke u bërë modeli më i mirë i mundshëm i të rinjve. Dhe ne kemi parë se si klubi i rotarakëve në Durrës ka krijuar dhe ka ngritur fushata shumë të rëndësishme. Për shembull, një nga fushatat e jashtëzakonshme ku ju njihni shumë mirë dhe keni dhe kontributin dhe rolin tuaj, ka qenë pikërisht durimi i një fondi shumë të rëndësishëm librash, pra rreth 3000 libra shqip, që u dërguan në trevat shqiptare të Malit të Zi, pra në Tuzë, në Plavë, në Ulqin. Po është një mision i jashtëzakonshëm, pra që buron nga Durrësi. Pikërisht nga ky qytet që ka të ngjizur kulturën, arsimin dhe përhapjen e vlerave universale për respektin, dinjitetin dhe mbrojtjen e lirisë së tjetrit. Dhe jo vetëm kaq, por të rinjt janë fokusuar dhe së brendshme në qytet. Pra, klubi i rotarakëve në Durrës ka ndihmuar në rinovimin e laboratorëve të informatikës në disa shkolla të qytetit, qoftë në qendër, qoftë në periferi, qoftë në fshatra, që tregon se si të rinjt, pra me vetë financim, me kaq pak si thua mundësi financiare në dispozicion, sepse janë kryesisht profesionistë të rinj. Vetëm me vullnet arritën që mbjellin forcat të bënin fondin gati dhe të rinovonin laboratorin informatike, që është e paimagjinueshme për të rinj që mund ta realizojnë këtë. Dhe në bashkëpunim me vetë të dyja klubet e Rotarit të Durrës kanë arritur që të ngrehin edhe fushata të tjera, pra qoftë fushata për mbështetjen social-ekonomike të familjeve në nevojë në qytet, por edhe integrimin e të rinjve, pra duke punuar shumë me pole të tjera rinore, siç mund të jetë universiteti, siç mund të jetë për shembull biblioteka e qytetit, apo të tjera hapësira, me qëllim diversifikimin e zërave dhe aktorëve të cilët përmirësojnë jetën tonë në komunitet. Keri të shprehmi një oje në emër qytetit që shërben për te vetës, edhe në gazetarinë, profesionin tënd, edhe përmes veprimtarisë në komunitet, sepse realisht ka nevojë. Ky qytet është një shembull i jashtëzakonshëm. Kësaj të falenderoj për shembullin që jep dhe për angazhimet e shumta që ke për qytetin tonë dhe komunitetin tonë kaq të mrekullueshëm. Falenderoj shumë sepse her pas here ne në atë rutinën tonë
harrohemi aty, jemi gjithmonë duke u marrë nga sfida në sfidë, nuk ka asnjëherë kohë për të pushuar, qoftë në aspektin profesional të gazetarisë, por qoftë në aspektin e aktivizmit dhe ndihmën për komunitetin, sepse gjatë gjithë kohës duhet jemi aktiv, duhet jemi aty për të shërbyer dhe ndonjëherë harrojmë dhe nuk shikojmë dhe ndikimin e punës sonë. Prandaj her pas here vlerësime të caktuara në shërbejnë dhe ne për të kuptuar dhe për të matur veten se si po performojmë. Prandaj të falenderoj. Dhe po esin shumë mirë dhe jeni shembull i jashtëzakonshëm. Vim tani tek pjesa e fundit e bisedës sonë, kaq të këndshme, është thënia e javës. Këtu kemi disa thënie, të cilat janë nga popull ndryshëm apo figura të njohura, dhe të shohim nëse mund bëni një koment mbi to, ju lutem. Në mënyrë shumë demokratike, edhe unë po reflektoj vlerat që ne po i përzihen synojmë eksaktësisht, që ne synojmë të cimentojmë fort vlerat e demokracisë dhe të meritokracisë, prandaj po marr këtë të parën pas kësaj përzierje me shumë kujdes. Dhe thënia është të falësh është veprimi më i fuqishëm që mund të bësh. Nga Maya Angelou. Mendoj që është një mesazh shumë mirë, është një mesazh i jashtëzakonshëm dhe që gjithmonë zë vend jo vetëm në Shqipëri, sepse ne jetojmë në një rajon i cili për nga mënyra e zhvillimit social-kulturor është i ngjashëm, por në gjithë rajonin tonë ballkanik kryesisht dhe në kulturën tonë falja mishërohet në familjet tona. Pra, familjet tona në tërësi janë shumë tolerante. Ne shquhemi për një tolerancë fetare sepse gjithmonë para se të bëhemi kanonik dhe të fortë tek besimi jon, mendojmë se si tjetri do ndihet. Dhe kemi fatin e mirë që jetojmë në qytete ku minarja, pra e xhamisë dhe katedralja dhe kambana e kishës janë shumë pranë, dhe kemi familje që kanë dhënë shembuj të jashtëzakonshëm, kemi histori të mrekullueshme të mikpritjes, siç mund të jetë për vetë historitë që kanë bënë me luftën e dytë botërore, me e brenda të kodësitë të mbërritën tek ne, dhe ne bëm maksimumin për të mbrojtur, për të mos i shitur tek fuqitë e huaja, dhe absolutisht këto janë vlera të rëndësishme të cilat ne kemi trashëguar pres pas presi. Por në një shoqëri e cila përballet me sfidat globale, ku fatkeqësisht materializmi shërben si një katalizator dhe si një presion shumë i madh, pra është një piston që shtyn sidomos brezat e rinj drejt fokusimit tek fitimi i shpejt, drejt fokusimit tek ato të cilat nuk janë virtyte, por shpesh janë vese që ndihmojnë për të arritur të mira materiale. Dhe jo vetëm, dhe në shembujt që ne fatkeqësisht shohim dita ditës ku abuzimi me pushtetin, korrupsioni dhe harrimi i misionit të një funksionari publik për të shërbyer me devotshmëri komunitetin dhe si thua atij misioni që është ngarkuar përballet me shembuj që pasurojnë pra këtë anën negative të peshorës, dhe unë mendoj që falja është shumë e rëndësishme, është një mesazh që sidomos të rinjt shqiptar duhet ta marrin, duhet të jenë tolerant përpara se të mendojnë të reagojnë, pra në gjakgjësi e sipër, përpara se të fyejnë dikë apo të reagojnë, ndoshta duhet fillojnë dhe ta falin. Pra të mendojnë ndoshta dikush e ka nisur ditën keq. Ka një orar për të kapur, ka një presion të caktuar social, nuk e di, ndoshta dikush nuk ka arritur të paguajë në kohë një kredi, dhe mund të thotë një fjalë që të ofendon apo të fyën në gjakgjësi e sipër. Falja është shumë e rëndësishme, sepse kemi parë sidomos këtë verë, ne kemi bërë një artikull në fakt ku fatkeqësisht konfliktet të cilat kanë në fokus pra banalitetin, gjërat të cilat janë tërësisht pa vlerë. Mediokre. Absolutisht, jo konfliktet nuk bëhet fjalë, kjo nuk justifikon kurrësi, por nuk gjendemi përballë faktit të një konflikti për marrjen e pronës, për cënimin e dinjitetit në një mënyrë shumë të rëndë. Për një fjalë goje, për një qëndrim. Absolutisht, dhe ne kemi parë se si të rinjt, adoleshentët, në zona shumë të vogla të Shqipërisë. Pra është e paimagjinueshme të mendosh për një konflikt të rinjsh në Konispol. Në Konispol praktikisht emigracioni ka krijuar një gangrenë të madhe. Dhe në një zonë ku duhet të jetë sot më shumë se kurrë bashkuar për të pasur prosperitet, për të pasur veçvillim, ne shikojmë konflikt mes të rinjve. Në qytete si Durrësi, pra ne shikojmë moshuar të cilët zihen duke luajtur domino.
Pra është e paimagjinueshme kjo, të përdorësh edhe mjete të tjera për të arritur lëndimin e tjetrit apo deri në humbjen e jetës. Pak ditë më parë, po ashtu kemi parë konflikte të ngjashme në qytetin e Durrësit. Me adoleshentë është e paimagjinueshme. Pra ti marrësh jetën dikujt për një konflikt, pse ka apo nuk ka një ekspres të ndezur për të serviruar një kafe, kjo është e paimagjinueshme. Shko te kafja tjetër. Mbaj qëndrim, mos shko tek ai lokal. Mbaj qëndrimin tënd. Pra ne kemi në dorë sot që përmes pavarësisë ekonomike ta ndëshkojmë tjetrin. Nëse nuk pëlqen një shërbim, ke gjithë drejtën tënde të mos e marrësh më. T'ia thuash me kulturë, të respektosh masën tënde, të kërkosh dhe ndërhyrjen e autoriteteve, por duke vlerësuar mbi të gjitha jetën e tjetrit. Prandaj falja është shumë e rëndësishme për shoqërinë shqiptare, sepse jeta e shqiptarit tjetër nuk ka vlerë saç ka në kombe të tjera. Pra ne duhet kuptojmë së pari që jeta jon ka rëndësi, ka vlerë. Çdo shqiptar tjetër, pra, qoftë ai burr apo grua, duhet respektuar njësoj, sepse ka dinjitetin e vet, ka karakterin e vet dhe shoqëria ecën përpara nëse ka pikërisht këtë koherencën sociale. Nëse ne do ta frym, pra, nëse ne do t'i japim shoqërisë sonë, sidomos të të rinjve, këto modele të shtrembërta, ku pasurimi i shpejt, pjesëmarrjen grupe të organizuar kriminale. Durrësi siç ka shumë të mira, ka dhe një element shumë të rëndësishëm që qytetin e ka mbajtur gjallë, por është sporti. Si sporti e ka mbajtur gjallë në aspektin tregtar, fatkeqësisht është dhe një magnet për tërheqjen e krimit të organizuar. Dhe ne shikojmë sot që një kontingjent i madh i grupeve strukturore kriminale, rreshti i parë, rreshti që mbron rezidencat që këta bosë të krimit jetojnë. Ata të cilët shoqërojnë makinat e blinduara, ata të cilët bëjnë punët e rëndomta janë të rinj midis moshës 20-25 vjeç. Kjo është shumë e trisht. Dikur krimi organizuar i qytetit ka pasur pjesëmarrës të cilët shkonin, u konsoliduan dhe shkonin mbi 30 vjeç minimumi, pra nuk kishte kaq të rinj. Prandaj rinia shqiptare sot më shumë se kurrë dhe shoqëria jonë ka nevojë për këtë mesazh, pra, që të fal, ta mirëkuptoj tjetrin, ta toleroj tjetrin dhe të futet gjithmonë në lëkurën e tjetrit përpara se të veprojë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk mund të vazhdojmë të marrim jetën dikujt për gjëra të cilat janë shumë elementare, të zëvendësueshme. Një kafe mund ta konsumosh diku tjetër, një pasqyrë makine mund ta blesh përsëri. Nuk mundemi të shkojmë te konflikti për 50 euro. Pra më mirë e zëvendëson atë pasqyrën e automjetit se sa të shkosh dhe ti marrësh jetën në dikujt tjetër. Por gjithmonë më shumë, mendoj që aktorë siç është media, shoqëria civile duhet fokusohet në dhënien e këtyre mesazheve edukative dhe në çmitizimin e pasurimit të shpejtë, e bozëve të krimit, e këtyre elementeve që janë sensacional, por nuk janë përmbajtësor. Nuk mund të pretendojmë ne të shkojmë drejt familjes së madhe evropiane me të rinj të cilët nuk shohin ka hapësirat e gjelbra, që të shkojnë dhe të shijojnë hapësirat e kreative, që të shkojnë dhe të marrin një formim profesional apo universitar, që të jenë mbi gjitha të gatshëm për të përballur në mënyrë të pavarur me jetën, po duke respektuar shoqërinë. Pra nuk është pavarësia që të harrojmë çdo gjë tjetër. Prandaj mendoj që gjithmonë më shumë aktorë si ne duhet bëjnë thirrje, sidomos për të rinj, që të jenë tolerantë, të jenë të dashur, apo siç do thonim ne në Durrës të jenë babaxhan, dhe mbi gjitha mirëkuptues. Dhe ju falenderojmë për këtë mesazh shumë të bukur, të prekshëm, të qëndrueshëm dhe të jetë domosdoshëm. Dhe pajtohem absolutisht që duhet falim, tregojmë mëshirë gjithashtu, dhe teksa ti po flisje Geri më kujtua tek tregtari i Venedikut, shkruan Shakespeare, që mëshira, falja është si shiu që bie nga qielli, që bekon atë që e jep edhe atë që e merr. Të jemi shumë më të mirë nëse falim, tregojmë mëshirë, respekt për bashkëqytetarët tanë. Faleminderit edhe një herë për këtë bisedë kaq të bukur dhe me vlerë, Geri, dhe faleminderit edhe një herë në emër të qytetit për gjithçka që ti bën, edhe Amfora Pikal bëni të gjithë bashkë si ekip për të shpaloset vërtetën edhe për të shërbyer komunitetit tonë. Faleminderit që ishim flasim hapur, Geri. Shumë mersi, gjithashtu një falënderim i sinqert dhe për kontributin e rëndësishëm që kjo dritare dhe ky emision përmes medias Durrës Lajm, që ka një mision shumë të rëndësishëm për informimin e qytetit të Durrësit, vazhdon në mënyrë konstante duke i shërbyer interesit publik dhe duke mbajtur gjallë demokracinë lokale. Faleminderit. Faleminderit, Geri. Faleminderit që na ndoqët, më u takofshim në episodin e radhës.